Një zjarr përfshiu 2 ditë më parë një pallat në afërsi të QSOT-s ku ngriti shqetësimin shumë të madh tek qytetarët lidhur me sigurinë e ndërtimeve në Shqipëri. Çfarë konstatuat nga gjithë kjo ngjarje dhe çfarë në fakt duhet nxjerrë mësim nga kjo ngjarje? Ajo që e pan gjithë shqiptarët është që ky objekt u doq në një kohë shumë të shkurtër, ku rrezikua edhe jeta e banorëve. Madje po të kishte ndodhur natën, do kishte qenë le të themi tragjike pjesa e humbjes së jetës së qytetarëve. Pse e them këtë? Sepse ky objekt dhe shumë objekte në qytetin e Tiranës, por në gjithë Shqipërinë, e para që nuk kanë shkallë emergjence. Pjesa e shkallëve të emergjencës nuk janë vetëm ato shkallët standarde metalike, sepse qytetarët shpeshherë mendojnë se janë këto shkallët metalike që janë në ambientin e jashtëm të objektit. Në shumë objekte që janë në kate të larta, ka shkallë emergjence që quhen ndryshe shkallë bunker, që janë me dyer rezistent ndaj zjarrit, në mënyrë që qytetarët të evakuohen, pra të dalin në një kohë sa më të shkurtër të nxirren nga objekti, sepse kemi një problem tjetër. Pra kjo ngjarje duhet shërbej si një mësim. Kjo që ne po diskutojmë dhe kjo që ndodhi, kjo është, le të themi, pasoja, por ne duhet merremi me shkaktarin. Pse ndodhi kjo? Në mënyrë që ta shmangim në raste të tjera të ngjashme që mund të ripërsëritet kjo situatë po një lloj. E para njëherë, sistemi zjarfikës ka dhënë një kontribut shumë të mirë, por unë vura re disa problematika. Numër 1, shkallët e zjarfikses nuk arrinin në katet e larta, deri në katin e 8. Këtu në Tiranë po jepen leje 40 kate, po bëhen kulla. Imagjino një kull të marri flak, çfarë do ndodhi këtu te ne? E para. E dyta është problemi i rrugëve. Pra, këto pallate e kanë detyrim ligjor të kenë 2 rrugë, pra që të aksesohen nga 2 drejtime. Këtu qytetarët e dinë, shpeshherë edhe kur janë rrugët ose këto shesh pushimet, shërbejnë si parkim makinash dhe janë shumë të ngushtë. Pra, edhe kjo, le të themi, është një problematikë që duhet zgjidhur. E treta, mungojnë sensorët e detektimit të zjarrit. Sot asnjë objekt civil, që mund të jetë apartament ose shtëpi banimi, nuk ka sensor detektimi. Në rast se bie zjarr, pra qytetarët mund të jenë gjumë, mund të asfiksohen, mund të humbasin jetën dhe nuk, le të themi, i vete informacionin në kohë reale sistemit të zjarfikës në mënyrë që të vijë në kohën më të shkurtër të mundshme. Sepse këtu te ne, zjarfikësja vjen vetëm kur qytetarët e marrin telefon, vetëm kur flaka ka filluar ta djegi një ambient të caktuar. Në një vend normal, duhet që sistemi zjarfikës të sinjalizohet në kohë rekord, po që kjo të ndodhi, duhet të implementuar sistemi i sinjalizimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. Dhe treta, përsa i përket zjarrit, është pikërisht, le të themi, vendosja e sistemeve hidrante. Pra këtu te ne nuk ka sistem hidrant funksional ose sprinklerë. Pra shpesh herë edhe kur kanë qenë vendosur ato, ka pasur një problem tjetër, nuk ka pasur ujë në depozita, ose nuk ka qenë presioni i duhur tek pjesa e pompave. Dhe problemi tjetër që duhet të riparë këtu është pikërisht pjesa e le të themi ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike. Sepse kur bie zjarr, ashensorët duhet të shkojnë automatikisht në katin 0 ose hapen dyert dhe duhet që të hyjnë në lojë, le të themi, sistemi backupit. Këtu te ne nuk ka. Këtu por as zjarr u shkëput energjia elektrike dhe asgjë nuk funksionon. Në fakt një shqetësim, siç e ngritët dhe ju, ishte pjesa e zjarrfikseve. Në një kohë kur është, po themi, koha e dronave, si shpjegohet që ti ngrej një helikopter për të lëshuar ujë nga lart dhe ndoshta nuk blet dot një dron që siç përdoret edhe në vende, po themi, të zhvilluara që mund të fikesh, po themi, katet e larta me dron. Kjo është çështje që i përket sistemit zjarfikës. Normalisht, metodat alternative që u morën nga rasti i zjarfikësve është vetëm si që të minimizonin përhapjen e flakëve dhe përdorën
le të themi helikopterin për fikjen e zjarrit, që në këtë vështrimin tim nuk është se dha një rezultat shumë të madh. Ne shpesh herë qeveria shqiptare është e fokusuar më shumë tek pjesa e investimit të autobotëve me ujë me presion për të shpërndarë protestuesit, pra ato kanë më shumë presion se sa zjarfikset në vetvete që shpesh herë i lënë pa mbushur me ujë. Pra, sigur ato makinat që policia shpërndan zjarfiksit, ti kishte quar të pallati atje, se ato kanë goxha presion, do kishte ndihmuar. Madje ato hynë edhe më shpejt atje, se janë pak më të vogla, nuk ngecin në për këto rrugicë. Pra, fokusi duhet të jetë pikërisht tek, si e thatë ju me drejt, tek gjetja e formave të reja alternative për një kohë shumë të shpejt të minimizimit dëmeve për fikjen e zjarrit. Por, me sa duket, prioriteti sot i sistemit zjarfikës është akoma tek mjetet minimale të mbrojtjes, sepse ke zjarfikës që nuk kanë, le të themi, mjetet minimale të mbrojtjes. Ne i pam atje, shpesh herë ishin edhe pa kask, pa veshjen e duhur, ata janë heronj, patjetër ka bërë një punë shumë të mirë, por nga ana tjetër institucionet duhet t'i sigurojnë radhë parë mbrojtjen e jetës zjarfikësve, se edhe ata në fund ditës njerëz janë. Pra të mos asfiksohen, të mos kenë probleme, gjitha me radhë. Dhe një problem tjetër që sa ka thënë askush, se dakord janë heronj zjarfikësit. Po e dini ju zotëri sa e kanë pagën zjarfikësit në vendin tonë, një zjarfikës i thjesht 720.000 lekë. 720 euro për ta thënë më thjesht. Pra rrezikon jetën për 720 euro. Ai hipin në majt shkallës për të shpëtuar qytetarët që po digjeshin, ishte në krye të detyrës. Por pyetja që un kam, ky zjarfikësi, a e blen dot atje apartamentin me 2500 euro? Për këto nuk flet kush. A do marrin ai bonus ata zjarfikësit? Pra do përfitojnë se si do t'i joshim ne të rinjt, që të vënë t'i shërbejnë atë dheu, t'i shërbejnë vendit, të bëjnë pjesë e armatës së zjarfikësve, me 720.000 lekë vjetra rrogë, të rrezikojnë jetën, se nuk është një lloj një punonjës administrate që është ulur para kompjuterit, pra që edhe ka akoma më shumë pagën me një zjarfikës. Pra kjo është ajo që duhet të riparë, për sa i përket paktën sistemit të zjarfikësve në vendin tonë. Në fakt është ngritur një shqetësim shumë i madh lidhur me sigurinë e ndërtesave të pallateve në Shqipëri, sidomos në Tiranë, dhe pyetja ime është çfarë i sugjeroni një familje ose një çifti që kërkon të blejë një apartament në Tiranë, pra çfarë duhet shikohet, çfarë duhet ketë kujdes? Tani unë do ta them teorikisht dhe në përfundim do ta them praktikisht. Teorikisht në një vend normal, ku funksionon certifikimi, ku punët bëhen me standarde, ku funksionon institucionet, çdo çift i ri, para se ta blejë një apartament, ai apartamenti ka kaluar në disa filtre. Duke filluar edhe nga agjensitë që merren me shitblerjen e pronave, por edhe kontakti direkt me pronarin. E para njëra është certifikata e impjantit elektrik. Pra që është bërë kontrolli teknik dhe ky apartament i përmbush kushtet teknike elektrike për të vënë shfrytëzime para. Nëse ka gatim me gaz ose sistem ngrohje me gaz, është certifikata e gazit. E treta është plani elektrik. Sot ti mund të kesh, le të themi, apartamentin më të shtrenjtë në pronësi, mund ta blesh, por ti nuk e di ku të kalojnë tubat elektrik, ti nuk e di ku të kalojnë kabllot. Ti mund të vesh një panoram në mur dhe e shënjon, le të themi, atë kabllon, pra nuk e ke, sepse këtu bëhet një ngatërrim. Këtu ngatërrojmë plan vendosjen me projektin elektrik, janë dy gjëra krejt të ndryshme. E fundit që duhet kenë parasysh është edhe certifikata e shfrytëzimit. Pra a është ky objekt i sigurt nga tërmeti e gjitha me radhë? Kjo ishte teorikisht. Në vendin tonë asnjë nga këto nuk ekziston. Dhe këte e kanë pohuar në intervistat zyrtarët të Bashkisë Tiranës. A dini ju zotëri që i pallat ka qenë i pa marrë në dorëzim nga bashkia? Si është lejuar banimi nga qindra qytetarë atje? Nga qindra biznese? Kush e ka firmosur lejen e shfrytëzimit atje? A mban dikush përgjegjësi? Se mirë, dakor, dalin përfaqësuesit e bashkisë, thonë për të hequr përgjegjësinë, thonë që ai pallati nuk ka qenë përfunduar certifikimi dhe marrja e dorëzimit të tij. Po pse i lejohet qytetarët hyjnë? Pra, këtu ka shumë probleme.
Dhe një çift i ri është në mëshirë të ndërtuesit, është në mëshirë të fatit vetë. Pse? Sepse nuk ka se si ta di, se jo të gjithë duhet të marrin vesh, se prandaj janë institucionet, jo të gjithë duhet të marrin vesh nga pjesa e sistemit të alarmit, nga sistemi elektrik, nga sistemi hidroteknik, nga shkallët e emergjencës, sepse po paguajnë lekët ata zotrinjt. Kur është llogaritur ai çmimi atje, që për mendimin tim është i lartë, po ai është 2500 euro. Këto duhet të jenë të gjitha të përfshira. Ai pagon lek, qoftë me kredi, qoftë me lek, punë e tij të gjitha, por ai duhet marrë mbrapsht çfarë? Duhet marrë sigurinë. Pra çfarë i ofrojnë institucionet këtu tani? Madje un po ngrej një çështje tjetër që s'ka folur askush, se ju e thatë shumë mirë çfarë do kërkoj. Po çfarë do kërkoj një çift i ri kur e blen apartamentin në grop? Këtu po blen apartamente në grop. Ti se di, se ke parë cilësinë e punimeve. I ke paguar lek 80%, 100% për të përfituar nga çmimi, që në këndvështrimin tim kjo s'duhet lejohet njëre pare punës. Çfarë po blendi? Ajër, eter? Pra, ne po flasim për siguri, për certifikim kur është i ndërtuar objekti dhe prap ti nuk je i sigurt, jo më kur e blen në grop. Pra, këtu në vendin ton ka çuditëra, ka çmenduri. Dhe prandaj qytetarët le të themi janë mëshirë të fatit. Pse janë këto çmime kaq të larta inxhinier në një kohë kur ju edhe arsyetuat dhe renditët disa prej argumentave kryesor që në fakt një familje ose një çift kur shkon me blej një shtëpi nuk i ka. E para nuk ka rrugën, pra ne pam zjarfiksen ku zjarfiksja detyroi të kapej nga dy anët për shkak të rrugës së ngushtë. E dyta ishte që ishte edhe rrezik akoma më i madh që zjarfiksia kapte kabllot që ishin të varura aty kur futej për te rruga. E treta ju thatë mjaft mirë që e blen në po themi në grop, që ti se di e para se çfarë ndërtimi është, ti se di sa do zgjat që ne e dim se si zgjat e gjithë kjo, dhe ka shumë arsye, pra është e gjithë se ti nuk ble vetëm një shtëpi, ti blen edhe lagjen, pra edhe lagja vet aty ku është, s'është e investuar aq sa duhet, sa të jetë çmimi 2500 euro. Pse janë këto çmime duke pasur gjithë këto mungesa? Çmimet variojnë në varësi të kërkesës dhe ofertës. Para çko sa do ketë shqiptar që do blejnë dhe do luftojnë me njëri tjetrin kush ta blej pari, këto çmime do vazhdojnë, do rriten dhe pse mos të rriten. Pra kur qytetarët i blejnë, mbase ne populli i thjesht nuk kemi mundësi t'i blejnë, por ato shiten. Po të kontaktosh agjensitë e real estate-it apo firmat e ndërtimit, që në grop është shitur 60% e pallatit. Si u shit ky? Apo manipulojnë me pjesën e çmimeve kompanitë që thonë u shitën që të rrisin çmimin? Pra, institucionet duhet të jenë në këtë mes, ato janë rregullatori. Pra, se mo nuk më del llogaria, 2500 euro, 3000 euro po shiten dhe pallatet e vjetra, se ka dhe i problem tjetër tu. Ne po flasim për pallatet që po ndërtohen, dakord, është rritur krau i punës, kosto, të gjitha këto që ndrojnë. Mënyra e ndërtimit, të gjitha. Po një pallat i vjetër, që është ndërtuar para 60 vitesh, çfarë blendi? Pra blen vetëm 4 mure dhe ato shpeshherë duhet i hedhësh në tokë. Pra, këtu ka një problematik shumë të madhe. Pra mund të ketë pastrim parash, mund të ketë që shqiptarët mund të kenë dhe lekë. Pra dhe thjesht qahen kot, se s'ka shpjegim kjo. Pra, në këndvështrimin tim nuk është normale. Që kur e ke rrogën 700 euro, 720.000 lekë, të vjetra merr një zjarfikës. Prandaj e thash, e blen dot ai një apartament 150.000 euro? Do thuash me kredi, po mirë, po do haj buke, do jetoj ky. 150.000 euro 1+1. Pra, po patjetër. Dhe në fund ditës edhe i digjet. Dhe merr gjë mbrapsht. Pra ka një sër problemesh këtu tek ne që nuk adresohen, le të themi, nga qytetarët dot. Se ne thjesht diskutojmë. Ndryshimin këtu duhet ta bëjnë politikanët, duhet ta bëjë politika. Por në këto raste politika i kthehet vetëm qytetarëve, thotë pse nuk reagoni ju. Po çfarë do bëjnë qytetarë? Për çfarë ka votuar deputeti i zonës? E din ata banorët atje kush është deputeti i zonës që kanë votuar? A ka vajtur ai deputeti i zonës? Sa ty ka një problem tjetër, u dogjën 31 apartamente. Po
Po janë 7 godina identike atje. Mirë do ndërtohet kjo udoq. Po ato ngjitur. Ja vajti një personi pa përgjegjshëm i vuri flakën. Ja një shkëndijë elektrike. Sa herë do digjen ato, do i bëj ndërtuesi? Nëse ato janë me material që në këndvështrimin tim nuk është materiali i duhur, ato duhen shqepur të gjitha dhe duhen riber dhe njërë nga e para. Më mirë ti ven me polisterol dhe ti ven me grafiato, pra atë pjesën e suvatimit tradicional, pra se s'na duhet estetika ku rrezikohen, le të themi, jeta e banorëve, po jo këto lloj forme. Këto përgjigje duan ata banorët aty, që unë nuk i kam dëgjuar nga institucionet i thonë. Se mirë këta fatkeqjet që i ndodhin, po të tjerët që janë aty. A ka të tjera ndërtesa të larta ose jo në vendin tonë ose në Tiranë që janë me të njëjtin material të ndaluar? A ka dalë dikush nga zyrtarët që thotë po kemi evidentuar në Tiranë X pallate që janë po të ndërtuara po në të njëjtën formë? Ka në vështrimin tim, le të themi, kjo është një çështje që fatkeqësisht do harrohet në heshtje derisa të ndodhi situata e radhës dhe ne thjesht do komentojmë fatkeqësinë tjetër. Ajo bën përshtypje inxhinier, sigurisht që fusha juaj është tjetër, po si qytetar që në një kohë kur shifrat që janë dhe kokëforta tregojnë që shumë shqiptarë janë larguar nga Shqipëria, e të njëjtën kohë tregojnë që ka pasur një bum ndërtimesh, madje edhe në Kams po ndërtohen pallate pafund, që s'është më koha e 2000-shit ose pas 95-s që po themi zona rurale u dyndën drejt Tiranës. Normalisht kjo nuk ka shpjegim logjik. Pra nuk e shpjegon dot kushte nga ana logjike pse ndodh. Po ne jemi përballë faktit që të rinjt ikin, shqiptarët po largohen, po boshatisen qytetet, po boshatiset madje edhe Tirana dhe kryeqyteti. Pra po largohen jashtë vendit. Nga ana tjetër kemi paradoksin që shtohet numri i ndërtimeve. Tani dy gjëra ka. O qytetarët që ikin jashtë, sa ikin, bëjnë lekë dhe e blejnë këtu apartamentin, gjë që unë e dyshoj, se kush ikën, le të themi kryesisht. Dështon një jetë atje, nuk e kthen. Është shumë e vështirë, se pjesa e emigrimit nuk është e lehtë. Mbi gjitha që Tirana, Shqipëria nuk është se po ndryshon që ti sa kthej shkollën. Eksakt. Dhe gjë tjetër që unë kam ngritur si shqetësim, duke u bazuar, le të themi, në disa indicie, base është në plan që të vinë të tjerë shtetas të tjerë, nga shtetet të tjera, ti popullojnë këto pallate. Pra se kur do ikin shqiptarët, vinë të tjerë po blejnë këtu në Shqipëri. Po blejnë rus, po blejnë polak, po blejnë qek, po blejnë izraelit. Pra ata kanë mundësinë financiare. Pra një zjarfikës me 720.000 lekë rrogë nuk e konkuron dot një rus apo një izraelit. Që e blena, e i pa par fare, e blen, thjesht ta kem të vendi sigurt, Shqipëria është në Europë, ka dalje ndet, ka mal, ka klimën shumë të mirë. Dhe çfarë ndodh? Ky, le të themi zjarfiksi, nga pamundësia për mos ta bler dot, sepse rritet çmimi, çfarë bën? Merr familjen, merr valixhen dhe ikën nga Shqipëria dhe nuk do jetë e largë dita ku 1 në 10 shqiptar duhet shtetas i huaj këtu dhe kam përshtypjen që kjo është e mirë menduar nga politika shqiptare. Inxhinier, kam dhe i pyetje të fundit. Ju shpesh e keni ngritur çështjen e sigurisë dhe kabllove që varen nëpër qytet. Ka pasur ndonjë ndryshim që nga biseda jonë e fundit që keni bërë thirrje që të kemi kujdes, mos prekim shtyllat, stacionet autobusit? Ka pasur ndonjë sensibilizim? Unë të falenderoj për pyetjen, pasi ne bashkë kemi thënë pse qytetarët duhet të kenë kujdes, ne kemi rast që kanë humbur jetën qytetarë duke prekur shtyllën. A dini ju të jetë dënuar njëri? 0. Ka mbajtur kush përgjegjësi? Humbi jetën babai i 3 fëmijëve në Durrës, i la jetim. Çfarë po flasim? Tu po vdesin njerëzit dhe nuk mban kush përgjegjësi. Kujt po intereson nga institucionet këto kablo të varur mes pallateve, që janë si rrjeta merimangash, që shpesh herë janë miksuara fibra optike me kablo ABC, pra me kablo fuqie, 230 volt, ose edhe trefazor në disa raste. Lozin fëmijët aty.
Ja u kputa i kabulli ra. Do presim të vdesin ndonjë fëmijë, ndonjë i moshuar. Apo kemi panelet elektrike. Se është një problem tjetër, ku janë sahatët, macit e energjisë, shpesh herë janë pa dyë. Ato nuk mbyllen. Që mund të fusi dorën një fëmijë. Dhe humbet tjetër. Nuk ka reagim këtu. Këtu thjesht mundohen kur ndodh fataliteti të fajsojnë dikë tjetër. 2-3 ditë sa të hiqet vëmendja dhe më pas vazhdohet po një lloj në këtë xhunglën e madhe në vendin tonë. Deri më sot nuk ka pyetur njeri mua, kam dhënë propozime. Shpesh herë edhe falas. Në shumicën e rasteve, zero nga institucionet. Më pyesin vetëm qytetarët e merakosur që kanë merak për jetën e tyre dhe për banesën e tyre, ku mundohem në mënyrë individuale t'ja shpjegoj se si ta zgjidhin, po kjo nuk zgjidhet nga individ, nga unë, nga 1, nga 2, nga 3 apo nga 100. Sepse Shqipëria është shumë e madhe. Dhe çdo qytetar duhet të jetë i sigurt në banesën e tij. Dhe kjo bëhet nga institucionet. Pasi ne sot nuk kemi as minimumin e certifikimit teknik. Unë ju sfidoj juve, po dhe të gjithë teleshikuesit. A keni ju certifikim në shtëpi? A i keni në rregull instalimet elektrike? Nuk ma thot do të askush, sepse askush nuk ka certifikat në shtëpi, pra që të bëhet testimi periodik. Pra do presim të vdesi një shqiptar tjetër që të flasim përsëri? Pra nga ana institucioneve reagimi është zero. Pra dhe më vjen keq se u bën të paktën 4 vite personalisht që unë flas për këtë gjë, dhe në 4 vite vetëm është përkeqësuar situata, nuk është përmirësuar. Se me sa duket këto që them unë, nuk bëjmë pjesë të këto tenderat famos, pra që t'hidhe tenderi i radhës, se po t'ishte pun tenderash kjo, ju e garantoj që do t'a kishim bërë me vrap. Po mirë është që të mendojnë edhe për popullin e thjeshtë, sepse qytetar jemi dhe ne, taksa pagues jemi dhe ne në këtë vend. Inxhinier, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit.